Territori shqiptar për datën 2 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me reshje shiu në të gjithë vendin, ndërsa në zonat malore priten reshje dëbore të dobta. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjithë territorin, her pas here me intensitet mesatar. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 9 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 13 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 14 gradë Celsius, Berat 9 deri në 16 gradë Celsius, Korç 3 deri në 8 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë 9 deri në 16 gradë Celsius,